Jusufi va ka marrë këtë vetën, mallin e vet që ka ardhur va ka kthy te mas. E thotë, po bën, të pasit ne ka kthy mallin, se ka pranu. Ka me bli, ka mall, ka, po s'ne dha pse, kush është merre vllahun me vet. Thotë, të ma bëni sikur që e keni bërë më herët me Jusufin. Assalamu alaikum, unë jam Hasan Ismaili dhe mirë se vini në serialin Fillimi dhe Mbarimi. Atëherë hoq, për episodës kalum, unë dalëm te pjesa kur mbreti është një ëndër të vazhdueshëm, edhe e shqetëson ajo edhe e lip komentimin, domethënë i tregon domethënë ai çka ka pasur të bashkëpunë, domethënë shërptori që kanë i tij. Shërptori i afërt, i parë i tij. I kujtohet shokin që e ka pas në burg, që është fakti Jusufi alayhis salam, që di me komentu ëndrat, edhe e kërkon që mbretin fakt e kërkon ta takoj, edhe t'ia shpjegoj ëndrat. Atëherë të vazhdoi historia. Vet shërptori ai shkon në burg ta takojë Jusufin. Të kërkoj për ti direkt ëndrën t'ia komentoje. Edhe shërptori shkon dhe takohet. E thotë, jo Jusuf, kështu ka ndodhur, e ka pa ëndrën, mbreti është shumë i interesuar me gjithë. Thotë është e kollajshme, thotë. 7 vite të ardhshme. A mundet para se me komentue, se ndoshta edhe dukur se ka pa atë emisionin e kalum, fara ëndre ka pa. 7 lopt e majme të trasha hahen për 7 lopëve të zejfta. Edhe ishe 7 kokra gjelberta dhe 7 kokra të thata. Ka që ishte ëndra. Që ma shumë shka e vëren ajo është që si lopt hanë një në me qetën. E thotë majmet me të thatët që ndoshta e majme e dosh me angur të thatën, e jo të thatët të majmen. E Jusufi lasën jep këtë koment, thotë komenti është se 7 lopt dhe të majmet dhe e të thatët është se do të vinë 7 vite që do të ketë bollëk për e qetë. Thotë këto 7 vite ju duni me punu ma tepër dhe me deponu shumë për aso që keni punu që do të korni. Mas këtyre 7-ve vjen momente atyve 7 lopëve të thata, do të ketë thatësi të madhe, uri të madhe. Diçka që më herët nuk ka ndodhur në vend. Do të furnizoni për këtyre që më herët i keni rujt. Dhe kjo është komenti atyre lopëve dhe kokrave gjelbërta edhe kokrave të thata. Do të komentohet me 7 vite bollëk dhe 7 vite tjera që do të vjen uri dhe thatësi e madhe. Kthehet shërptori edhe ja ka kallëzu domethënë ëndrën, mbretit vetëm se i pëlqen edhe vetë komenti dhe i bindet se çka do të më kanën fundit ajo çka mund të pritet prej koment ëndrës, se nuk mund diçka tjetër si koment për shkrim tjetër. E thotë ashtu të mirë, thotë ma thirrni atë personin që e ka komentuar ëndrën, do ta kem këtu pranë meje. Shkon shërptori e thotë Jusufit pa të thirrë mbretin, thotë nuk dal. Nuk dal. Ka se kemi një çështje pa e realizuar deri në fund. Thotë shko thuj mbretit në të çojë në vend, çka është puna atyve grave që i pren durt atë natë. Ndodhi diçka, tash u bë dëshmia edhe te gratë. E pan Jusufin e sem Zulejha e kërcënoi me burgë me thënë, si çove muhabetin deri në fund, e di se ka ndodhur diçka. Atëherë Zulejha vetëm se bindë se mo ka arë fundi së në mshef ma. Thot, tani erdh koha. Thot, une jam ajo që ju kom vru mas. Thot, edhe ka kërku, do më thënë, fali, po nuk e ka tradhtu mbretin, nuk ka përfundu, po ka qenë ajo iniciativa e saj. Edhe kthehet tash Jusufi, bëhet i afërt i mbretit, këshilltari i parë i tij dhe mbreti i afron që ai tjetë edhe ministër i mbretnisë të tij, që do të kujdeset për depot dhe për këtë procesin që është gjatë 7 viteve ku ka bërë qëtë, edhe menaxhimin e tij që është menaxhim më i rëndë, që vjen momenti i thatësiv, që ja ka besu bas dijes, bas komentit që ja dha shpjegimin më të mirë që e pa të mundshme ta dëgjoje, edhe normal kur është një dishëm, të besueshëm, ne beson edhe punën. Edhe kjo është tash përgjegjësia më e madhe e Jusufit, se tash do të mirej me menaxhimin e situatës. Po. Edhe tash besoj e kemi atë takimin ku apo takohet me vëllezërit, po merr më interesant tash kështu më kujtua tham para më tash kur takon vëllezërit, e kanë fuk bunar
Apo ku del? Nëse kanë pritë kur. Po, është shumë interesant. Mendimi i tyre nga ajo që është përmend në emisionin e kaluar, ka qenë se Jusufi vetëm është humb dhe është zhduk. Po. Nuk gjendet. Pritet se të ketë vdek. Nuk e kishin pritë që të përfundon pallate, do të ketë ministër e kështu me radhë. Edhe si u kon ky momenti, domethënë. Momenti vjen takimi. Se 7 vitet që kalojnë shpejt, 7 vitet e bollokut dhe bereqetit, ku vetëm mbretënia e këtij në udhëheqjen e Jusufit po mbledh dhe po i mbush depot. Domethënë një lloj menaxhimi shumë të mirë që bëj Tjerë se kanë buket. Asnjëri se kanë prit, se kanë pas ëndrën me vete. As Jusufin, ai sem të komentoje. Bile, subhanallahu, çaq mirë e ka menaxhu, saqë jo që vendin e vet nuk e ka lënë keq, po e ka furnizuar edhe vendet tjera. Edhe këto vjen nevoja e vëllezërit Jusufit prej Shamit, të vinë me karavane, me mjete deri te dyert e pallatit, të kërkojnë për Jusufit alayhissalam ushqim, duke mos e njohur se kush është. Edhe këtu vjen takimi i parë i tyre, se të detyrum me ardh. Përndryshe nuk do të kishte në takim mes tyre. Të detyrum nga uria, nga thatësia e madhe. Nuk gjeni kurkund, së gjeni secili që kishte sa do pak e runte për veten e vet. S'kishte ta shete. Me shit kollaj, me blen, ama edhe nuk ta jepte kurkush. Në situata shumë më të vështira ku njëri vetë se e pret ndoshta vdekjen për një kohë shumë të shkurtër. O detyrum në erdhën. Edhe Jusufi në momentin që i ka pa i njofti. Pse i njohu? Se ata ishin shumë të mëdhenj mosh kur i la Jusufi. Ky ishte i vogël. Po. Se ndryshoi fizionomia e tij. Ndryshimi për i vogël as në moshë ndryshon, por i madh edhe veshja. Edhe vendi, pallati, nuk i shkonte ndërmend askujt prej tyre se mund të jetë Jusufi alayhissalam. Momentin që i pa, ky i njohi. Ata nuk e njihshin. Edhe fillimisht u ambushin mirë. Ato mjetet me çka kishin ardhur herën e parë. Por tash Jusufi kishte një gale, thënë, si ta bëj që ta marr me vete nga të me vllon tim, që i kishte prej nanës Benjaminin. Ta e kishin se si kishin marr me vete. Kur kanë ardhur, domethënë Benjaminin se kanë marr me vete. Jakubi nuk ka lindja as Benjaminin. Se çka e gjeti Jusufi mund ta gjente edhe atë. Edhe thotë këshire, ishin këto ushqime? Thotë, do t'ua kthej këtë mbrapa, nëse herën tjetër më vini me vllahun tuaj. Një vllah që keni lënë të shtëpia, hajdeni me ta nëse doni ushqim. Përndryshe s'ka për juve as ushqim as kurrë. E kurrë. Tash shumë moment i padëshirueshëm për ta se në zor të madh, udhë e lartë, uri e madhe, e pa se ushqim ka, bollshëm. Edhe baba si dhe thonë shtaj. Çka do i thënë babës? Se nëse kthehen gabimin atë e dinin më rejnë, që këshin bo ma herët. Detyrum, thënë, o baba jonë, të e shetë se në është këthy karoca shprast, në jenë këthy malë tona, si ka pranu në kompenzim, kur gjë, këtë në rapa në e kanë këthy. Qatë që ja dha një herë, ja mur mi një herë, apo? Si ja ka dhanë me veti. Për në herë? Va ka marë. E ka marë? Kusht, nëse doni mi marë këto, bere vlaun. Në të menu se e ka qu, masë e ka thënë, vini prapë, vini me vlajnë tjetër. Rrët dhe t'i lejna, bidatuna. Këta kanë qu malë për vetit, diçka shka mund të kompenzojnë me atë që do të ajepi Jusufi. Jusufi va ka marë këtë dvetën, malin e vetë që ka nardhë, va ka këthit e masë. E thëtë, baba janë, i të pasit, ne ka këthy malin, se ka pranu. Ka me bli, ka malë, ka, pës në edha, pse, kush është mere vlanë me veti. Thëtë, të ma bëni si kur që e keni bë ma herë dhe me Jusufin. Kështu ju përgjithë, pa tjetër, për këtë çka do ta bëni tash, keni më dhonë besatim, marrveshje. Marrveshje, do më jepni fjalë, bese, keni me rujt, me ditë se edhe kam ju kushtu kjo me shpirtin tuaj. Ja jep besën. Këtë vllazët japin besën se vetëm qëllimi jonë është të arrim te ushqimi, se nuk e kemi qëllim ta humbim ose dështoj. Po Jusufi me kishte planifikuar shumë mirë. Vinë për zdyti. Në interval ko orë, shumë të shpejt se s'kishtin kohë të presin dhe të furnizoheshin me ushqim. Vinë për zdyti edhe ndanë Benjaminin anësh. Ata e di kush jam unë, thotë ja, thotë një vllajat, Jusufi. Tash kur kishte vllahun e nanës me to më ndryshe bënte muhabetin, se edhe ai vet e kishte ndi vetën më
të përjashtuar për vllaznive, më të larguar, se kishin marrë Ngjashëm me si vete. Jusufi alayhis Si salam. Jusufi alayhis salam. Edhe si me mbajt me vete. Tash ti përzen këto vllaznit, Benjaminit të rinë tek ai. E di që pak kemi bu monoton të kjo pjesë e reklamave, po realisht për mu realizu këto projektet, financiarisht duhet dukush me i përkra. E këto janë sponsorat që ne kanë mundësuar ne me realizu këto projektet. Po edhe fundit, a ka dollë nuk ri, kota të ai li para, kupton? Kem mit pare, sa shumë. Okej, fillojmë atëherë me sponsorat. Në këtë epizod po duhet edhe me shpjegu lokacionet, fokusohemi vetëm te lokacionet e sponsorave. Fillojmë te burgerzone, ato që janë trethinës këtu të Shkupit, Serov, në Çajer, në Gazibab, vetë se e din, bëhet fjalë domethënë nëse je për një Çarit Çank, udhës për Kaboteli, e sheh kanë djathtë shkon burgerzone. Një lokan ka pas edhe 2 burgera tjera që janë domethënë me burger, me hamburgera, po burgerzones domethënë i ka zgjat pak më shumë qëndrimit e ai lokacion. Pse realisht durim me shku vetë me provu ushqimin dhe me kuptu pse ato kanë qëndru pak më gjatë. Best Mobile a ka dul njerë shumë mirë vë ka shpjegue, në më thënën, kur hinin qarshi, ajo Best Mobile s'kallë një, veç sint mund me t'inëzhe. Homoxi, edhe këtë dulla, interesant, lafet e dullës kalmetën, plastika, dhe më thënën, të rruga e plastikave që të në Shkup, a më nuk është që ajo, e keni në Solo Pro, në Shkup është titër të Taftaliqe, në Tetov, Palmamall, në Gostivar edhe në Strumnice keni. Edhe fundit është e Palestina Drinks, realisht këto lokacion nuk kanë, produktin e marrin prej në Malmo, në Suedis, mirë po parashifet që të bëhet prodhimi prej në Shkup, në për shitore vetë se e keni në disa shitore, ama vend qendër dhe me thënën që mundi me vizitue, nëse do një me marrë kështu produkte si Palestina Drinks, nuk ka kështu, për në për shitore po. Kjo ke sa i përket kësaj epizodës, në epizodën tjetër, po du pak me rikthi dullën të ki vendi këtu që jam une, me boni një prezentim për sponsorat që i kina. Edhe si me mbajt me vete. Tash ti përzen këto vllaznit, Benjaminit të rinë tek ai. Në momentin që po furnizoheshin, po mbushej karroca atyre, Jusufi alayhis salam detyron një person që do ta shtinte një gotë që ishte enka e mbretit. Ajo nuk guxon të ta prekte kurkush. E shtin torbën e Benjaminit. Edhe del një thjesht thot, ka dal, ju që keni ardhur që karavanit sot që erdhët, hajduta i një. Pse? Thot, që sa keni ardhur ju? Më njerë ka mungun diçka në pallatin tonë. Gota mungon. Ta ose i mbretit s'është. E nuk ka ta si thjesht. Po i zbukuru me ari, me argjente, me gure, me kështu të hishëm. Thot, s'mundet, s'ken ardhur për me vjetë, ne kena ardhur për zër. Po thot, çka bën nëse e gjejmë te ju? A valla thot, ai çka do ta kete, ai le dënot. S'ka çështo është. Kush është hajduti në dëno? Pse mu dënona? Lip në te ketë. Nisin këtë kanë. Ja Benjamin e lanë fund. Kur e gjen te Benjaminit, që kush është hajduti? E gjetëm. Shka me bo se këta dhanë fjalë prindit, nuk do t'a gjej kur gjo, s'ka me godit as një e keqe. Çka mi thonë, se mi thonë, apet në ndodhe njëta. Ta njëni për ty më tha, a ban më në marë njënin për neve në zëvënësim të si vladë, veç më se merket. Ishin të gatshëm për një me, ma sakrifiku. Qëta është po të sinqert në këtë rast. Aman, veç më s'na e merë Benjaminin. Këthejmi na, ma pak njënin për neve, me ne Benjaminin. Jo, këto pa drejtësi është. Kë ka vjedh. Kë du të me nejtë me neve këto. E ndalë, Benjamin edhe i tha që shkoni hecë. Këthonit e mrapa. Mirë po, këtu a përmenet një rast kur ato thujnë, dhe me thujnë, po, se dhe kia është edhe si vllai vetë. Hajdut. Apo, e përmenet. Ka vjedh sikur që ka vjedh vllai veti, edhe Jusufit që aty e përmban vetën edhe më shumë. Shumë zërë ta përmbajsh vetit i le, gjitha jo situatë që ka ndodhë. Për kishte ndore kishte, mund të bënte me ta shka donte. Ama subhanallahu e ka përbin një mlef të madh se me vllaznit vet kishte të boje. Të afër me njerëz që ka ekip pe gjakut e pe mishit e pe shpirtit, pe një babe. Epse nana të dallonin po një prind. Akuz mas akuze. Akuza ma e ulët ishte edhe kjo, edhe kjo hajdu si vllai vet. Nisën atë dëbimin dhe largimin që kishin bën ndaj këtyre dyve, prap kishte vazhduar, nuk ishte që ka ndodh kur kanë qenë të vogël. Edhe e përmban, ja le kohës ta dëshmoje.
se ajo do të thonë, në koha është argumenti më i fortë. Kthehen te Jakubi alayhis salam dhe i kallzojnë vllai jon, e djali jot thot ka vjedh. Edhe thot ne kanë nal. Thot çat herë. E ka mërzia e madhe Jakubin sa që i humb syt, subhanallahu. E humb shikimin. Kjo është momenti kur. Kjo është momenti. Edhe çan, edhe se nga çajtmja e madhe humb shikimi i syve të tij. E thot, çka më gjeti, thot, më mungon shumë edhe Jusufi. Që sa të djemtë thot, baba janë, thot, ala me Jusufi mirësh. Libet Jusufi Benjaminit ka upte, ala ç'është edhe Jusufi ndaj përmendet. U kripon atij. Ja thot, s'mundet. Keni me shkollë një herë. Prapë në Egjipt do të shkoni. Pse? Shkoni dhe kërkoni të ditë ç'është keni me lip. Edhe Jusufin keni me lip, edhe Benjaminin. Shkoni edhe ju jep një metodë se si të shkojnë në qytet, si ta kërkojnë ato. Do të shkoni, po mos jeni këtë grumbull një mas një. Vërehni, atë të mos binin sy. Po të shkoni ta kërkoni ta veç Benjaminin, mos keni kujt diçka tjetër për qëllime. Jusufin dhe Benjaminin. Edhe ashtu veprojnë, shkojnë prap takon atëherë në momenti i fundit, takimi i këtyre me Jusufin atë thotë, unë jam Jusufi. Ama thotë te je bash, unë jam, çaj. Që më gjujtët më herët në bunar, që deshtet më mbra, desh më përzekutua. Që shka bënë atje? Allahu a falt. U i fali. I fali. Nuk i qërtoj më shumë. Aja ka vlit me bëllë këtë qëta? Ja ku ardhë, thot, në dorët e mia jeni. Ka mujtë me bëllë me ata që ka dasht. Me këthy situatën gjyqësore, edhe njëherë me thonë, këtë burg që më këtë tash më mbra mua. Atë që përmenën që karakterin se kanë ndryshuar edhe në pozitë që u kanë shumë mult, edhe pozitë që u kanë lartë, nuk e shvizu asnjëan, po. Po do të ministër më thonë edhe i afërt i mbretit, këshilltari i parë i tij, çka do të vendoste ai do të bëj. Po. Bile për filitet që në përrëfime se shkaku i menaxhimit të mirë dhe kësaj situate kur mbretja e sheh se kemi pështu pe shkatrimit, ky mbret e pranon edhe fenë. Musliman. Mbretnia e tij ndryshohet komplet. Jo vetëm se menaxhimi i një pjese të ekonomisë të administrimit situatës. Edhe çështja vjen se tash po zbulohet më. Po ishte i sigurt për vllain e vet, e kishin gat vete, ka mbet vetëm se prindi i larg. Baba i ka hup syt. Thotë që njerë këmishën time, ja çoni, veç hedhjani përmi fytyrë, do t'i kthehet shikimi me lenin Allahut. Ishte një mrekulli e Zotit. Do thonë kjo çka fitohet nga kjo ngjarje, situatë që me anë të këmishës së tij t'i kthehet shikimi, edhe i urdhon që të vinë tash krejt zbashku. Baba i tyre, familjet e tyre, gratë e tyre, krejt. Ishin numër i madh. Në konfliktet kanë qenë diku 50 e kusur persona. Para më 11 vllazën, gjithë martuar, gjithë me fëmijët e vet. Nëse i kanë qenë 5 antarë, 55. Po më tepër, kanë mund të qenë edhe më tepër. Në atë kohë edhe kanë pas edhe fëmijë shumë. Domethënë, zakonisht fëmijët kanë qenë më shumë në numër. Edhe vinë subhanallahu. Vinë krejt, afran Jusufin kur është babën e vet. Ata gëzimi më. Atë kjo pjesa e këmishës, do të thonë këmishën e dërgon te baba, po. Përmes vëllezërve, se do të shkojnë edhe një te baba, ta marrin tash me veti. Ta marrin familjet. Ma këmishën ja çona, po. Ja jep këmishën. Ai shikimi i kthehet? I kthehet në shikimin në momentin që ata hin në Sham. Afrohen afër Jakubit, asem thotë, jam të një erën e Jusufit. Do të thonë çat moment i kthehet shikimi. Ja, masi ta hedhin domethënë këmishën në fytyrë, atëri i kthehet fartad basira, u kthy shikimi i tij. Edhe e kupton se që ka gjallë, që ka mirë. Na ka thirrë me ardh në konakun e tij. Konaku më i mirë, në pallat, me të të mirat, vinë subhanallahu, edhe të bohën tash këtë 11 djemt e Jakubit, prindërit, se Dili dhe Hana komenton si prindërit e tyre, ata i ulin koltuqet mëdhaja, edhe 11 vëllezër thotë, o baba më thotë, çe komenti ëndrës. 11 yje, Dili dhe Hana. Kjo për të realizuar çka ëndër, i është dosh 40 vjet. Pravësisht. Prandaj. Ma te për mama papa. Në 40 vite derisa erdhi dete kjo situatë.
Këto besoj e përmbyllim apo historinë e Jusufit alayhis salam. Ka jetu një kohë gjatë, se thou diku 110 vite apo 120 vite ka jetu Jusufi alayhis salam, po. E këto takimet to tash si kanë pas, besoj që janë bashku, janë kthi diçka po. Jakubi ka jetu me Jusufin zbashku, normal për mu të shmall, një kohë gjatë ka net me ta, dikun 17 vite, bashkë në pallat jetojnë, por Jakubi kishte një dëshirë. Dëshira e tij ishte të kthehej dhe të vdes në vendin ku është Ibrahimi alayhis salam. Te baba i vet. Te gjyshi i tij. Po, gjyshi. Edhe ashtu ndodh, në momentin që kalojnë këto 17 vite, atëherë e marrin dhe e kthejnë Jakubin alayhis salam në vendin e vet ku edhe vdes. Ndërsa Jusufi alayhis salam jeton diku 110 apo 120 vite, në atë periudhën më të mirë të menaxhimit të tij, përhapja e fesë, kthimet në tek Allahu dhe xhelal. Kur ndryshon sistemi mbretëror, është shumë e lehtë. Po. Normal. Është një ndihmë e madhe. Atëherë historia si vazhdon tash. Pejgamberi radhës, cili është prej këtij gjaki, domethënë prej këtij fisit. Domethënë Allahu dhe xhelal i ka begatuar shumë këtë familje, pite Ibrahim alayhis salam me tutje që shumica pjesa dërmuese, ose gjithë pejgambert kanë ardhur prej Ibrahimit alayhis salam. Një anë nga ana e Ishakut, ana tjetër nga ana e Ismailit, ku vjen edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Te Ishaku e bëm një ndarjen te Jakubi me vllahun e tij, El-Is. Edhe Ejubi alayhis salam ishte një prej pejgamberëve të Zotit që e gëzonte pejgamberllokun në kohën e tyre. Në këtë kohë kishte jetuar ai. Se ishte, domethënë, djali tjetër, nipi tjetër i Ishakut, i djali i Isit. Miq Jakubin alayhis salam. Po. Miq Jakubin alayhis salam. Edhe por ai qëndronte dikun afër Damaskut, thot periferi të Damaskut, si vend ku ishte edhe pejgamberi Allahut subhanahu wa taala. Ishte njëri shumë pasanik i madh, njëri që posedonte shumë tokë, bujar, familje e madhe, edhe kishte Shumë fëmijë ka pas apo? 3 gra, kishte 8 djemë, 4 vajza. Ballok, në tanë anë, pejgamberi Allahut që gëzohej nëpër të mirat e Allahut dhe që i kishte dhënë. Edhe këto e përmend Allahu subhanahu wa taala se e ka begatuar me shumë të mira. Edhe çdo herë ka qenë njëri i bindur në Zotin e Madhëshëm. Dhe ka qenë i përkushtuar, pa marr parasysh se ka qenë situatë e mirë, e lakmueshme, me begati, por begatia jo çdo herë, çdo secilin e shpije ka bindje dhe nënshtrimin Zot, për dikon bëhet sprov e largimit. Do që çdo sen për më kanë për një njeri më kanë sprov, edhe të mirat edhe të këqijat. Kështu të mirat nuk e zbrapsën Ejubin alayhis salam, po tregu shumë njeri i devotshëm, i bindur, adhurues i madh, edhe kthyes i madh, sikur që për shkak Allahu dhe kthyes i madh tek Zoti. Por nuk vazhdoi, nuk ishte kjo situatë e tij gjatë gjithë jetës. Epilogi nuk ishte, do të thonë. Ajo vazhdoi një kohë të gjatë, kishte fëmijë, kishte bashortat e tij, kishte shtëpinë, kishte shumë prej bagative, shumë prej tokës ku millte jepte. Dordhanës i madh, por vjen një moment ku Allahu xhelal me urtësinë e tij vendos që këtij t'i vjen një sëmundje e rëndë, të sprovohet në trupin e tij, personalisht në Ejubin alayhis salam. Edhe historia e Kuranit, Ejubin alayhis salam nuk na përmend për diçka tjetër. Na përmend si shembull më të lartë i durimit. Nuk përmendet historia e tij në dialogun me popullin, në problemet e tij me degenerime, me gjëra të tjera, jo. Thjesht Kurani ka pru Ejubin alayhis salam për na dhënë shembulltyre se si është një rob i durueshëm tek Allahu dhe që durimi i tij nuk përsëritet më asnjëherë.